Përshëndetje, si që tha dhe Indriti, tema e referimit të sotëm është nga edukimi në praktik, roli kurikulave të menaxhimit të dhimbjes në reduktimin e barës ekonomike dhe përmirësimin e cilësisë së jetës së pacientëve me dhimbje kronike. Çfarë është dhimbja kronike së pari? Dhimbja kronike karakterizohet si një dhimbje që zgjat më shumë se 3 ose 6 muaj pa një funksion mbrojtës, e cila ka një prevalencë globale 20 deri në 30% të popullatës adulte, e cila ndikon në cilësinë e jetës, në punë, shëndetin mendor, si dhe në ekonomi rrjedhimisht. Bara ekonomike globale e dhimbjes kronike, e cila nga disa studime në SBA për shembull, kostoja totale në 2021 llogaritej diku te $722 bilion, nga të cilat ndashin 530 miliard kosto mjekësore dhe 192 miliard nga produktiviteti, nga mungesa në punë. Në Europë është një shifër paksa më e ulët, e cila është diku te 300 miliard euro. Këto kostot masin janë kosto indirekte, janë dhe kostot indirekte, të cilat janë të pamatshme deri diku, e cilat çojnë në humbje pune, pension, invaliditet dhe shpesh te I kalojnë kostot direkte, të cilat thamë. Siç thamë më përpara, këtu mund shohim një grafik të kostove për dhimbjen kronike gjithmonë. Dhe në krahasim me sëmundjet e tjera, siç mund të shohim te grafiku, dhimbja kronike ka një kosto më të lartë, duke përfshirë të treja sëmundjet dytësore, tretësore dhe të katërtën sëmundjet kardiovaskulare, kancerin dhe diabetin. Dhimbja kronike pra është kostoja e dhimbjes kronike, e trajtimit të dhimbjes kronike, është më e lartë se të treja këto së bashku. Dhe kjo patjetër na detyron që neve të implementojmë, le të themi, kurrikulat në menaxhimin në universitetet ose në nivelet bachelor. Shumica e programeve bachelor, si në mjekësi, infermieri, fizioterapi dhe shkencat e tjera mjekësore teknike, kanë vetëm më pak se 20 orë trajnim për dhimbjen, ose s'kan fare siç është në Shqipëri. Edukimi aktual është fragmentar dhe biomjekësor, por jo biopsikosocial. Pra nuk ka një qasje të holistike, të plot të pacientit. Dhe si pasojë, trajtimi është jo adekuat dhe ka një rritje kostosh dhe ulje cilësie të jetës së pacientit. Çfarë ndodh kur implementojmë kurrikulat të dedikuara në nivel bachelor? Është vërejtur që ka një përmirësim të ndjeshëm të qasjeve të studentëve ndaj pacientit, e cila është diku tek 11.3%, ka një përmirësim goxha të gjerë të njohurive, një sjellje klinike më të mirë dhe patjetër kjo shoqërohet me përdorimin më pak të opioidëve të panevojshëm, për të evituar akoma më shumë krizën e opioidëve dhe duke shtuar akoma më shumë qasjen holistike ndaj pacientëve me dhimbje kronike. Përmirësimi I cilësisë së jetës së pacientëve është thelbi I komplet kurrikulave të menaxhimit të dhimbjes, e cilat kanë disa pika themelore, siç është që pacienti të ketë më pak dhimbje dhe paaftësi, më pak probleme psikologjike dhe rikthimi më I shpejtë në punë dhe në jetën sociale. Pra në aspektin biopsikosocial, jo thjesht biomjekësor. Rekomandimet praktike është neve do të rekomandonim që të integruheshin kurrikulat e Federatës Europiane të Dhimbjes në të gjitha programet bachelor, të ketë minimalisht 40 orë ose më shumë trajnim të detyrueshëm, modul të ndryshëm praktik dhe simulacione, si dhe bashkëpunim ndërprofesional ose interdisiplinar ndërmjet mjekëve, fizioterapistëve dhe infermierëve dhe psikologëve, për një trajtim sa më adekuat dhe sa më të mirë të pacientëve me dhimbje kronike. Dhe si përfundim, kurrikulat e menaxhimit të dhimbjes në nivel bachelor janë investimi më I lirë dhe më efektiv për përmirësimin e cilësisë së jetës së pacientëve, si dhe reduktimin e barës ekonomike. Faleminderit.